Qashtu, të regom me qëfar llojt njerëzve ose problemeve që i kanë ata po merresh më shumë po hosin? Mas shumë ti punoj me njerëz që kanë problem me ankth, me depresion, me stres, mandej kam raste për shembull të suksesshme që kam pas me migren. Tash na të kuptohemi në senu, ne gjithmonë them kam raste suksesshme edhe raste jo të suksesshme. Unë e punën time bëj mas mirë ti në botë. Qashtu, po shërimi është në dorë të Zotit. Çka është me rëndësi për këtë punën unë që e bëj? Ka zero efekte anësore, sepse është trajtim holistik. Do të thonë është një alternativë për me provu dikush nëse don me provu diçka që mundet me qenë mrekulli bërse, po që ka zero efekte anësore. Na s'do të më harru që mjeku në operacion nuk shtin pa nënshkru dekën tonë. Kështu që shumë njerëz dhe zgjedhin që të lloj alternative për me zgjidh çat problemin e tyre. U përfol shumë për jetën tonë personale, si për të krejtëve, do me thonë, kur je fytyrë publike, si për mua, si për plot tjerë. Sa ka ndiku ky sen në karrierë, për shembull, në profesion të ri tashe? E ki fjalën për ndarjen. Po. Ndarja te unë i ka pas dy efekte të fuqishme. E ka bo thyrjen tem më të fuqishme emocionale dhe të zemrës tem që e ka thyrë copa kështu në jetën tem, ever, edhe të njëjtën kohë ma ka bo ngritjen më të madhe ever në jetën tem. Diçka është puna që pa dash me t'inglu që po du me folë kesh për dikon, absolutisht jo. Mbi gjitha Nora është nana fëmijës tem edhe unë ja dëshiroj asaj çdo të mirë në jetë. Gjithmonë ja kom dëshiru, ja dëshiroj edhe do t'ja dëshiroj. Shumë se ne kena të përbashkë në ti. Shumë kena të përbashkë, po. Edhe emrin, e nonave të fëmijëve. Po çka është me rëndësi? Çka është me rëndësi është me kuptu, do me thonë që një jetë nuk mundesh me urrit pa dhimbje, adin. Ka njëherë dikush një jetë, për shembull, të lënë edhe mendon, shumë me thonë të lënë për dekt. Edhe kur ti qohesh 100 herë më e fortë, tani është Andina jeti? Qashtu? Jo, s'qem më ne jam qika tezës Andinit. I ku më rru flëk? Vine kum dreq? Po. Kallëzëm me që the edhe ma herët muzikën, s'unë është me lonë, është drogë. Muzika është ilaç i shpirtit, po du tash një fakt shkencor me tregu për publikun është shumë rëndësi, se në Greqinë antike shkencat janë nda në dy klasifikime, ka qenë tridriumi dhe kuadriumi. Në kuadriumi janë hi shkencat e larta, si matematika, fizika, ekologjia. Çka është interesant me potencu, që muzika ka hinë kuadrium, ka hinë shkencat e larta qysh në Greqinë antike. Sepse edhe Nikola Tesla ka thonë, nëse doni me kuptu universin, me ndoni vibrim, me ndoni tingull.